Aktivistë dhe përfaqësues fetar u mblodhën sot para kuvendit për të protestuar kundër projektligjit për barazinë gjinore që pritet të miratohet në parlament. Protestuesit mbajnë pankarta ku shkruhet "Ka vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër" dhe shprehin shqetësimin se ligji canon traditën shqiptare. Koalicioni Pro Familjes dhe Jetas argumenton se projektligji ndryshon me dhunë nocionet e burrit dhe gruas, duke mos respektuar parimet e bazuara në kulturën dhe traditën kombëtare. Sipas tyre, edhe pse disa përkufizime në nenin 4 që tregojnë qartë se gjinia është burr ose grua janë miratuar dhe ndryshuar, këto nuk janë reflektuar në nenet e tjera të ligjit. Protestuesit kritikojnë gjithashtu përdorimin e tokfjalshit gjinia gjithëpërfshirëse në nenet e tjera të projektligjit, duke përmendur konkretisht nenin 10, ku sipas tyre kjo formulë mund të krijojë paqartësi dhe të ndryshojë kuptimin e parimeve themelore të gjinisë. Protestuesit kanë paralajmëruar se do të mbajnë një tubim tjetër në orën 19:00 për ta kundërshtuar deri në fund miratimin e këtij ligji.